Çfarë shpërblimi ka në Islam ai njeri I cili jep sadaka? Ai I cili jep sadaka, ai njeri, së pari, ai I cili mundohet që këtë ibadet, është ibadet I madh, adhurim I madh, këtë ibadet mundohet ta realizon për hir të Allahut Azza wa Jall, jep, ndon nga pasuria e tij, ju jep të tjerëve. Ju jep nevojtarve, fukarave, jetimave, atyre të cilët kanë nevojë. Ai I cili jep prej kësaj, Allahu Azza wa Jall e përmendi një shembull në Kur'an. Ky që jep e ka një shembull në Kur'an. Si është shembulli I këtij? Tha Allahu Azza wa Jall, ka mathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba. Subhanallah. Tash ne për t'i kuptuar disa gjëra, do të më nxjerr në atë aspektin e dunjas, mi përmend të shifrat, numrat e dunjas për të qenë ma të qarta të njerëz. Çka thot Allahu Azza wa Jall? Ai I cili jep sadaka, është sikur ai I cili e mbjell një farë në tokë. Prej asaj fare dalin 7 kallin. Në secilin prej tyre nga 100 kokra. Subhanallah. E mbjell një, dalin 7. Në secilin prej atyre nga 100. Nën kupton. Nëse ti jep sadaka një, Allahu ta shumëfishon, ta shpërblen atë deri në 700. 7 nga 100. Deri në 700. Wallahu yudaifu limen yasha. Allahu ja shton edhe më shumë atij që dëshiron. Pra ai I cili jep, tash llogarit e sot, a ka dikund me fut me dhon 1 euro, me fitu 700 euro. A ka dikund dunja? Askund. Nuk ka dikund. Allahu Azza wa Jall shpërblen, jo vetëm me kaq, Allahu ja shton edhe më shumë atij që don. Pra ai I cili jep, shpërblimi të Allahu Azza wa Jall është shumë I madh.